Thot Imam Bukhariu, kapitull të sëmurit i shkruhet vepra të cilën e ka punuar vazhdimisht kur ka qenë i shëndosh, edhe nëse kuroj smutsën e punon. Dhe kjo është shumë nënësi të ndëruar që më të li, sidomos për moshat të shtyjera, apo për njerëzit me sëmundje dhe lodhje, të cilët kanë hum nga takati që duhet me kry shumë prej punëve. Apo kjo është edhe mesazh për të shëndoshët, që të vojnë vepra të mira, sa e kanë takatin dhe sa e kanë shëndetin. Nga se ka mundësi me ju ardhë një zaman se kanë takatin e njëjtë, se kanë shëndetin e njëjtë, si kanë mundësit e njëjta. Për të fitu të dy gjendjet, dëgjoj që ka thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith: ma min ahadin yumrad illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka dikush që sëmurët, e sëmundja është relative, i bie dikujt e si bie dikujt tjetër. Madje sëmundja nuk është në dorën e njeriu, nuk është bela që e ka bë me dorën e vet. Ndryshe ti me dorën tane mu vra, e ndryshe kur të vjes mundja ku ti s'ki pas në ta asnjë lloj sebepi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka dikush që sëmurë, pra nën kuptohet se prej besimtarëve, vetëm se Allahu i a shkruan shpërblimin e veprave që i ka bë kur ka qenë i shëndosh. Por njeriu ka qenë i shëndosh, ka punu vepra. Po zona kur ka qenë i shëndosh, i ka fal edhe farzët, edhe sunete, edhe nafile e kështu me radhë. Tash është mua, nuk e ka gjendjen e njëjtë, apo o plak, dhe kjo llogarit një lloj sëmundje, se ka takatin e njëjtë, dhe së një fal krejt namazët. Nëse ai gjatë shëndetit i ka fal krejt, prej mirësisë së Zotit Gjelle Gjelalu është që ai mu shpërblyn njësoj sikur që ka punuar kur ka qenë i shëndosh. Dhe kjo është për begatisë së madhe të Allahut te bareke ve teala. Kur ti e shfrytëzon shëndetin, Allahu të paguën kur je i smut. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe për mundimin paguën Allahu, jo vetëm për veprën. Sa të ka lodh kjo punë që kaq, edhe për lodhjen paguajna. Po këtë arsye shfrytëzoje kur je i shëndosh. Bën vepra nga se ka mundësi me të ardhur një zaman, a shpejt vjen ai zaman ku ti nuk e ki gjendjen e njëjtë. Andaj, sa për njerëzve për shembull, kur i kanë gjendjet e shëndosha nuk i shfrytëzojnë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith: shfrytëzoje smundjen, shfrytëzoje shëndetin para smundjes. Shfrytëzoje kohën e lirë para se mu angazhue. Jema i lirë, shfrytëzoje ban ibadete, ban vepra të mira. Nëse ka mundësi me të ardhë në rrethansën e ban, ti edhe me dashën e ban. Nuk i ki mundësi. Sikur për shembull të shëndeti, ti kur je i shtrim prej sëmundjes, ti çka dush me thanë, unë kam e bata, sunit e base, je i sëmur. Çka e shëron besimtarin këtë rast? Se kur ka një shnosh e ka shfrytëzuar. Atë punojnë kamp, mos unal të bëj vepra të mira, se nuk kemi pas kamp sa herë. S'kemi pas durë sa herë, s'kemi pas temperaturën 36 sa herë. Ja, ka me tip ajo. Një ditë bititve ka me tip. Një ditë bititve ka munal krejt temperatura, ka me 30, ka me shkue. E lusë për Allahun që Allah na përcjell me iman, ja Rabbal Alamin. Andaj shfrytëzoje shëndetin në vepra të mira, ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili vazhdimisht ka punuar kur e ka pas shëndetin, kur smuhet dhe s'ni ban do punë, dhe kjo çka argumenton, sa i do mi bë. Ai një jetë ka mi bë. Mirë po s'ka takat, s'ka mundësi, Allahu e pagun dhe e shpërblen sikur me qenë duke punuar në ato vepra. Gjithashtu ka ardhur nga hadithi i Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam: ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadi. S'ka ndonjë musliman që Allahu e ka sprovu në trupin e tij, illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhati. Vetë se Allahu ja shkruan çka ka punuar në shëndet. Dhe kjo është prej negative të mëdha të Zotit Xhelel Xhelalu, që ti kur je i sprovuar në trup, ki mu llogarit çish e kanë më harët. Ja, çish e kanë më harët. Dhe zakonisht njerëzit kur sëmurën, thot a mu kanë shnosh, unë e di çka baj. A pe ti çka ban po? Çi tash, si i smut bane.
Se çato ket ëndra që kemi pa kur ti je i smut, s'u kemi pa mo, na nuk i dim. Ti kur smuresh nuk e di a çohesh mo. Ti kur smuresh nuk e di sa zgjat ajo. Ti kur smuresh nuk e di se si ka me kanë ardhmë jote. Andaj shfrytëzoje shëndetin para se me të arsmuja. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ma kana maridan fa in afahu au asala wa in qabada ghafara lahu." Thot pejgamberi alayhis salam: "Nëse shnoshët, gjatë periudhës të qenit i smur, i shkruhet sikur të punu i shnosh. E nëse vdes, nëse mundësia mas smundjes edhe me vdek, mundësia mas smundjes është edhe me vdek, ka thonë, e nëse vdes, i afal Allahu gjunaat. Pra nëse vdes besimtarit gjatë smundjes, i afal Allahu xhelaluhu gjunaat e tina. Kjo normal me kushtet e veta, prej kushteve është mos mua nku. Prej kushteve mos me thonë kum gjatë muë. Prej kushteve me ditë se Allah të ka që smundjen. Eksumërar prej kushteve të cilat ti e rregullon raportin tan imanor me Zotin tan xhelalu. Andaj këto hadithe që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, neve na lajmërojnë dhe na bëjnë gati që të shfrytëzojmë shëndetet dhe takatet tona, që në gjendje të smur, në gjendje pamundësie, në gjendje pllogështie, të shpërblehesh ti dikënit.